Përshëndetje. Edhe mirë se erdhët në episodin numër 2. Nuk ma merr të menja që do të bëshim 2 episode, po ja ku jemi. Shpresojmë që të keni edhe 3, 4, 5. Mund për çfarë do flasim sot? Sot mendoj të flasim për çfarë është stoku, ta shtjellojmë më mirë, se kena folë edhe të episodi parë, po sot të mirëna vetëm me stokun në stock market. Çfarë është stoku, çfarë është aksioni, çfarë është dividendi, çfarë është volumi i një kompanie, çfarë nënkupton market capi, këto përgjithshmet që Super. të lexosh për një kompani që studiosh. Super. Okej, shumë mirë dhe besoj se është ide e mirë që t'ja nisim nga bazat. Po, të nisim bazat, njerë që ato që në nxënë t'i kuptojnë hap pas hapi se si funksionon. Këto janë komplet themelet e stock marketit. Të ta bëj një pyetje don. Tash arsyeja pse një kompani don me hyrë në bursë. Sa shumë e rëndësishme për njerëz që në nxënë. Pyetje shumë e mirë. Unë e di, po thash ta shpjegoj ti se pse. Kuptoj. Kjo është një pyetje mund që nuk e di, ai kena diskutu bashkë live apo jo, po është Jo, pyetje shumë e fortë. se kena diskutu, po jam interesu se më jam bukurë se pse, për shembull, filan kompani duhet me hinë në bursë, a kupton? Për shembull, ajo dhe s'ka nevojë, mundet me net edhe private, individuale, s'ka nevojë për me i fut hund, po thonë anë thojze, kërkush me aksione, me gjona. Bravo. Pyetje shumë e mirë. Kur një kompani bëhet publike dhe kur hyn bursë, quhet IPO, Initial Public Offering. Edhe çfarë bën kompania? Pse hyn në bursë? Ti përgjigjem pyetjes direkt. Kompania hyn në bursë sepse ka nevojë për kapital. Ka nevojë për kapital në këtë rast lek, para, ka nevojë për para, që ti përdore që të zgjeroje biznesin e saj. Marrim për shembull rastin e Rocket Lab-it. Rocket Lab kur ja ka nis nuk ka pas bilioner founder. Founderi ka qenë njëri i thjesht si puna ime, si puna jote. Me ndërtu një raket kërkon lek. Këto kam pas sukses më përpara me ndërtimin e raketave më të vogla, po kur e kanë ndërtuar elektronin dhe tash neutronin, kanë nevojë për lek. Dhe ku i marrin këto lek? I marrin nga investitorë si puna jote, si puna ime, dhe i marrin lek që me zgjeru biznesin. Kjo është krejt ideja. Dhe ne, si investitor, japim lek tona që i kemi fitu me djerës, jo a japim atyne me idenë që ato do t'i përdorin në një mënyrë që në të ardhmen të gjenerin më shumë lek. Për shembull, nëse neutroni është zhvillu dhe kriju nga lekt tona, në momentin që neutronit filloje me sjell të ardhura për Rocket Lab-in, nëpërmjet lëshimeve të raketës, nëpërmjet shërbimeve që jep etj, atëherë edhe ne do të na rritet vlera e asaj përqindjes vogël që ne kemi në Rocket Lab, a kupton? Po. Domethënë është interes ndërsjellë. Bravo. Neve na intereson që kompania të bëjë mirë, që të na rritet vlera. Kompania e shet stokun që ketë kapital. Kuptohet ke kompani o mund që nuk kanë nevojë me shku publike. Kush është një shembull? SpaceX-i. SpaceX-i e ka market cap-in ose vlerën totale $450 billion. Nuk kanë publike. Pse nuk kanë publike? Nuk kanë publike se ka Elon Muskun mrapa. Elon Muskun edhe disa tjerë. Elon Musk është bilioner vetë. Nuk ka nevojë me i kërku lek investitorëve publik si puna ime jote. Po. Mundesh me investim. Ta bëj një pyetje thjesht. Nëse se Elon Musk ka dështu 3 herë, domethënë para se me pas suksesin e 4 me atë. A ka pas me Falcon 9-in? Nuk e di a ka qenë, po Falcon 9 ka qenë, domethënë që ky model rakete. Jo sikur sot se ka evolu, po. Po, e kuptoj se ka evolu. Jo, me sa dim që ka qenë. Nëse do të kishte dështu Elon Musk
për të katërtën herë, çu shpat thonë se kanë pas edhe një javë buxhetin e dhanë punëtorëve, nuk kanë pas më kapital lek. A do të ishte detyruar me hyrë në bursë? Nëse Pyetje me shumë do të donte më vazhdu, nëse do të donte më vazhdu biznesin e vet. pyetje me shumë vend kjo. Varet. Përgjigja është varet, edhe përgjigja varet nga dy gjona. Nuk është vetëm dëshira e Elon Muskut me hy ose jo në bursë, po është edhe pranimi, a pranohesh nga bursa me hy në bursë. Se duhet të kesh se duhet të kesh një farë, domethënë duhet të kesh një listë kriteresh që duhet të plotësosh. Po. Me hy në bursë, dhe nuk mund të hyjë çdo kompania, do të kishte mujt me hy SpaceX, i besoj se po. Por, nga ana tjetër është kjo do të kishte qenë për shembull një zgjidhje që mund të kishte bëu Elon Musk atëherë, thjesht do t'ju kishte thënë që shiko, kam kaq lëshime nuk kanë qenë të suksesshme, por nga ana tjetër e kam këtë vizion që du ta kthej në realitet. Keni kompani e mund shumë të ngjashme që ka qenë në sektorin e raketave, e ka pas emrin Astra. Edhe ajo për shembull ishte kompani, u hapsi kompani private, kuptohet në fillim, pastaj doli kompani publike, pastaj dështoi, kishte dështime herë mas here, rastoku shumë, derisa e bletëm prap ato investitorë dhe e kthytëm prap në kompani private. Kanë shumë të çuditshme, ha. Se që ka raste kur edhe kompanitë publike kthehen private dhe privatet në publike, po zakonisht arsyeja kryesore pse kompanitë bëhen publike është që me ngrit kapital që me zgjeru ose me bë diçka ekstra etj. E kuptoj. A ke ndonjë pyetje tjetër rreth kësaj? Apo të kalojmë te pjesa tjetër, te çmimi? Kalo te çmimi, okay. Okej. Kjo pjesa e çmimit është një gjë shumë e rëndësishme që duhet me e kuptu kushdo. Se ti mund të lexosh për shembull që një kompani e ka çmimin për aksion $200. Por nuk e ka vlerën aq të madhe sa një kompani që e ka vlerën për aksion $50 ndoshta. Edhe ti kur e shef, thubu si ka mundësi se kjo e ka vlerën 200, kjo e ka 50, si ka mundësi që kjo që e ka 50 është më e vlerësuar. Dhe këtë do ta shpjegoj mund duke përdorur analogjinë e një pice. Okay. Keni picë edhe e ndon në 8 copë. E zan pica kushton $8. E ndon në 8 copë picën. Kur e ndon në 8 copë, çdo copë sa i bie me kushtu? 0.5, ha? Jo, një picë $8 që e ndon me 8 copë $1. 8 copë po, $1. 8 copë $1, bravo. Në qoftë se e ndon të njëjtën picë në 16 copë, sa i bie? Njëtën picë në 16 copë i bie 0.5, po. Bravo. Kjo është krejt ideja. Kështu që çmimi i aksionit është thjesht market kapitali i pjesëtuar me numrin e aksioneve. Kaq. Edhe një kompani mund të ketë më shumë aksione, një kompani mund të ketë më pak aksione. A kupton? Se ka, domethënë shtohen, ka raste ku shtohen aksionet, ka raste ku bëhet stock split ku ndahen aksionet. Edhe për këtë arsye domethënë nuk duhet ta shofish çmimin e aksionit, nuk duhet të jetë kjo konsiderata jote e parë kur analizon një stok. Konsiderata jote e parë duhet të jetë sa është market kapitali një kompanie. Momentin që e shef se sa është market kapitali i kompanisë, atëherë mund të shkosh edhe të analizosh. Domethënë nuk do të më ndiku kjo te aksionerët edhe te investitorët se fare. Po, kuptoj. Fare. Kjo domethënë çmimi se sa është vlera e aksionit sot, duhet të jetë gjoja e 15 që e mendon, ase 15 ajo më lart. Po. Kështu, kjo është për sa i takon çmimit edhe për sa i takon market kapitalit në total. Një gjë tjetër që e përmendet është dividendi. Dividendi është një përqindje e fitimit që kompanitë e ndajnë me ty. Kaq. Një nga kompanitë për shembull që mund ta njohësh shumë, që e ka dividendin shumë të lartë, është Philip Morris. A e ke dëgjuar?
Philip Morris kjo e paketave donit, a? Po. A Po, di sa e ka dividendin? sa e ka? 8%. Pas ka E shumë ka shumë të madh. e ka dividendin shumë të lartë edhe dividend që ka të lartë kanë vetëm kompanitë që kanë treg për shumë vjet edhe nuk po kërkojnë mu zgjeru mu. Philip Morris janë shkudo. Edhe thot unë nuk kam pse e maj këtë kapital për vete, këto fitime, nuk kam pse i maj vetëm për vete, po do t'ju a jap aksionerve, në bazë sa aksioneve ke. Për shembull, nëse ke $100,000 aksione, do marrësh $8,000 çdo vit nga Philip Morris. Kurse ke kompani tjera që janë edhe kompani të mëdha, do me thonë që nxjerrin shumë fitime, po edhe po zgjerohen, që japin dividend, po këta japin dividendin më të vogël. Ke Apple-in që jep dividend diku te 1.2-1.3%, Microsofti 1.1-1.2%. Do të thonë këto kanë fitime mjaftueshëm që me dhanë ty dividend, por i majnë edhe disa nga fitimet për vete që me kriju produkte të reja, mu zgjeru, a kupton? Po, Edhe normal. kjo është një gjë tjetër që e rrit, do me thonë, çmimin e aksionit. Por, ke edhe kompani që janë vetëm në fazë zgjerimi për momentin edhe nuk kanë lek mi u dhanë aksionerve, ose mendojnë që mund t'i përdorin lekt vetë më mirë se sa mi u dhanë aksionerve, edhe këto janë kompani që janë në zgjerim, për shembull Tesla akoma nuk jep dividend. Rocket Lab nuk jep dividend. E shumë tjera që janë, a di, Berkshire Hathaway o mund, nuk e di, a di, nuk ka dhënë asnjëherë dividend një jetë vet. Kusha kjo, ti Kompania e Warren Buffett. e Warren Buffett, a? Po, se Warren Buffett thotë unë nuk kam pse jap dividend, se unë mendoj që i përdori lekt më mirë se sa i përdorni ju. Kështu që unë i arriti vlerën e aksionit duke arrit vlerën kompanisë. Ju nëse doni shiteni, nëse doni majeni. Po. Na kupton. Kështu që kjo Edhe për mendimin tim, nuk ka ndaj big deal, ndaj gjë e madhe, që dividende mirë është, atë mas një viti, sa një vit. jo, dividendi varet. Ka dividend që jepet çdo 3 muaj zakonisht është. A? Po, çdo 3 muaj, po jo 8% çdo 3 muaj. Po. Përqindja do me thonë 8 pjestu për 3, ose 6 pjestu për 3 që jepet çdo 3 muaj. Okay. Po prap, a di më pëlqen kjo që thute që kjo e dividendit as mund nuk më pëlqen shumë kur je duke menu long term, a di kur je duke menu mi shumë fishule këtë tua. S&P 500 për shembull jep dividend 2%. Po. Edhe S&P 500 jep dividend, por nga ana tjetër shumicën e rritjes në S&P 500 e ke nga zgjerimi i kompanive. Na kupton, jo nga dividendi, jo nga 2% dividend që merr ti. Po edhe unë qofse do të zgjidhsha, për momentin do të zgjidhsha unë për vete kam qef stoqe që janë në rritje, dhe që janë me një industri që janë shtu rrit. Nuk do të kisha qef një gjohë si Philip Morris, por o mund, këto kanë të mirat e veta. Kur për shembull nëse krejt tregu është poshtë, të currency është tregu poshtë të nalt 8% e merr. Po. A kupton, kështu që varet nga cikli, varet nga çfarë lloj investitori, varet nga mosha që ke, se sa rrezik do me marr. Varet se çfarë do, po. Po kjo është do me thonë të pjesa e dividendit. Qa kena tjetër në stock market, qa është Kalojmë te pjesa e volumit, bro. Na fol ti pak për volumin, se edhe kjo është shumë interesante. Pyetja e parë mund që më ke bo, ka qenë se nëse do mi i shit aksionet masi i blen, sa e lehtë është mi i shit? Kjo ka qenë një pyetje që më ke bo, po na fol pak ti për volumin. Njerë, se ishte shumë e lehtë, është shumë e lehtë mi shit aksionet. Edhe sa sekonda të merr mund me i shit aksionet? 2-3 sekonda. Vjesh duke i dhënë komandat. Nuk ka kjo gjonja, do me thonë, se janë të përparu, do me thonë, teknologjia, i bën veprimet shpejt. Gjonja e mirë më pëlqen se nuk të man
komision, do me thonë si Binance, Po. e kam provu në Binance për çdo lloj Transaksioni. transaksioni si bën don, ka $7-8, $7-8 se janë pak, a kupton? Po. Varet se sa je të investu, por prapë shumë janë. Diku për $1.000, për $1.000 Po. të marrë $7-8, shumë janë. Shumë. Edhe falë Robin Hoodit, do me thonë, se të Po. më ke thonë se edhe këto Interactive Brokers kishin pas majtë për para. Krejta, e kam pas 7, 8, 20, Po pra, po falë falë Robin Robin Hoodit, Hoodit e kanë ullë në zero. po, se Robin Hoodit ka hyrë në tag pa asnjë komision, edhe këto janë të tiru. Po, për ma e shita shumë mënyrë pa komision, mënyrë shpejt, Munesh me bo trade, për shembull, e blen me 20 e shet me 22, s'ma komision, kjo është gjë e mirë. Po stoqet janë likuide, nuk është si puna shtëpis, nuk është si puna makinës, nuk është si puna e bijuterive që duhet kohë është ta mi shit me marrë vlerën që e kanë në treg. I shet direkt. Munesh me shit direkt ato, se bëhet fjalë. Po për pjesën e volumit, o don pjesa e volumit ma e dit njerëzit se për shembull filan kompani, nëse e ka volumin e lartë, mund të jetë kompani e mirë me investu. Ose ka interes për investitorët për ma e bleja të filan kompani, ose ma e shit, anasjel ta. Bravo. Volumi o mund thjesht tregon që kjo kompani është në sytë e publikut, ose në sytë e algoritmit. Po, mu më pëlqen kjo për shembull kur është një kompani në sytë e publikut. Pavarësisht se volumi edhe nëse ka të shesin ai volumi rritet, Po, se volumi është, volumi është thjesht se sa aksione kanë ndru dorë. Po, sa kanë ndru dorë, do me thonë se kur shitet një aksion blihet nga dikush tjetër. Nëse volumi një kompani është 20 milion, 20 milion, do me thonë se 20 milion, 20 milion aksione kanë ndru dur sot. Kanë kalu nga një person me një person tjetër, ose nga një kompani investimesh me një kompani tjetër. Po, të volumi o mund, nuk e di se sa të regu si mirë është, se përveç se me pa se sa njifet një stok, për shembull, nuk di, do me thonë, me sa pak investojmë ne, nuk është se na ndikon volumi, a kupton se do të blejmë ne 20.000, 30.000 aksione, po themun. Po 30.000 aksione në rangun botror janë shumë pak. Normal. A kupton, por ku ndikon volumi o mund, ka kompani si kjo kompania Warren Buffettit, që si kur ti blejnë krejta aksionet me njëherë, rritet çmimi. A kupton se volumi nuk e përballon dot, për shembull, nëse këto duan me blej 10% një kompanie që ka 400 milion aksione. Okej? Po. Edhe volumi është thjesht 2-3 milion. A kupton? Këto i bje me mush volumin krejt vetë. Po. Për këto kompani, do me thonë që blejnë shumë currency volumi. Qa bëjnë këto kompani o mund? Blejnë gjdo dit nga pak. A i ditë që mos me rritë çmimin e aksionit shumë, se këtyne nuk ju intereson me rritë çmimin e aksionit ndërkohë që janë të blej vetë. Ti kur jetë të blej, ti e do mundësisht çmimi e aksionit të bjere. Momentin që jetë të blej. Është njësoj sikur me qenë të blej në dyqan. Kur den me blej në dyqan, ti a do të kishe qef, ti kishe gjonat 20% ma lira, 20% ma shtrejt. Normal, 20% ma lira. Kështu që edhe që kja është një teknikë për shembull të volumit, që ajde ne nuk na ndikon shumë, po njerëz që investojnë shumë, kompani që investojnë shumë, ju ndikon. Për shembull Warren Buffett nuk e tregon, kërkon leje që të bleje stoqe pa i bo publike. Që mos t'i rritet shumë interesi, t'i rreja volumi njët, a kupton. Po ka ditë për shembull, a ke vure ti kur janë ditë kur është volumi më i lartë? Kur janë ditë kur është volumi më i lartë? A ke vure cilat janë ditë që rritet volumi më shumë se zakonisht?
Kja është ku janë me plus ose me minus, po sa se kam vure. Kur ka lajme zakonisht. Nëse ka një lajm shumë të mirë ose një lajm shumë të keq në kompani, rritet volumi, se rritet interesi me ble, rritet interesi me shit. Po tash, volumi është tregues vetëm se sa njerëz po folin për këtë kompani, sa njerëz po e blejnë e shesin këtë kompani atë ditë. Edhe ndikon edhe te kaparimet, që është shumë Po, e rëndësishme me e theksu. po. Për kaparimet nuk do të flasim sot, që është options trading, do e bëjmë një podcast tjetër, mendoj që do flasim vetëm për options. Po për sot tash folëm për pjesën e stokut, folëm për çmimin, folëm për dividendin, folëm për market capin. A ka ndonjë gjë tjetër që duhet, a ke ndonjë pyetje tjetër, Roman? Se di e don, se të marrë menje për momentin. Se di për zotin, qa pytje. Okej, mendoj se edhe sikur ta lëm me kaq, domethënë kemi bo diku te 20 minuta që mos ta bëjmë shumë gjatë. Po ideja është që investimi në stocks është thjesht investim në biznes. Bizneset që po zgjerohen nuk japin dividend. Bizneset që janë të maturume dhe janë me plus japin dividend. Ka kompani që sa më e maturume tjetë dhe sa më jo në rritje, sa më në vit drejt tjetë, aq më i lartë dividendi. Kështu që këtë ta keni parasysh që ka kompani ku njerëzit investojnë thjesht për dividend, ka kompani ku njerëzit investojnë për pak dividend dhe shumë rritje, dhe ka kompani, si puna kompanive që investojnë mund dhe mondi, që s'tjapin fare dividend. Nuk t'japin fare dividend, por ne presim që të kenë rritje në trajektore shumë të lartë, si puna e kompanisë Rocket Lab, që unë dhe mondi i kemi të investume. Po nuk ju sugjerojmë ku me investu, ju investoni ku të keni qef. Po, kanë mundësi me studiu, me pa vetë. Po. Ne, se ne u sugjerojmë si kompani, sa shumë mundësi e mirë. Po, mundësi e mirë, po ne nuk dua mund që ta sugjerojmë se kur ke aksione vetë dhe me sugjeru, i bje se kur jeti shit për një gjohë që me të rritë qmimi ty, kështu që Okej, mos të bëjmë. Se cili e bën qatë kese që vetë. Po, se kanë mundësi me pa, a vlen as ja vlen normal. Po, kjo është ideja aksioneve, do me thonë. E letë mu ble një gjohë mund që më pëlqej që e përmena është Interactive Brokers nuk ka fis. Do me thonë, mund është me ble $30 aksione, $100 aksione, $100,000 aksione pa fis. Fite vetme që duhet ta përmenim që ndodhin kur i kalon lek nga bankat shqiptare në Interactive Brokers. Aja e detyrueshme normal. Kjo është ose anasjellta, ose ma mërmenja edhe kur i kalon, për shembull. Jo, kur i kalon nga Interactive Brokers në bank, Interactive Brokers t'jep një kalim në muj falas. Po banka në Shqipëri prap të ma komision. Një kalim mu i falas, një kalim mu i banka, po. Pa komision, po të ma komision banka që nuk e kuptoj pse. Po. Gjëse se kjo është tem për dit tjetër banka në Shqipëri. Po kjo është ideja, do me thonë. Edhe kjo më pëlqej që e përmene se pa komision jep mundësi njerëzve edhe me kapital të vogël që me hy me investu. Po, normal. Se do më tonë ajo, se $7 aty, $8 aty, $7 aty. Dikujt mund t'i mushet me një herë pasere me heq, ose me fut lekt. A e sajtë si heq, ose i fut. Edhe pse nuk jam shumë dakord, unë të edhe se e kemi diskutu, po nuk jam shumë fan si madhi trading. Jo, trading e kena thonë ne, se... Edhe që unë kërë e ble një aksion, unë kërë e ble një aksion kam qef me e majtë, do me thonë kërë e ble me e majtë për 3 vjetë e sipër. Minimumi 3 vjetë. Do një hec me parimet të orë në bufet. Po, mirë se hec me parimet të ati, se a shembull për të marë. Ma tregova ditat
atë kapitalin, se sa kishte qenë 23 vjeç, $20,000 kishte pas, ha? Po, nga $20,000, dhe me thonë 23 vjeç, milionin e parë nuk e ka bo deri kur e ka shbo 30 vjeç. Po, milionin e parë, imagjino, $1,000,000, $1,000,000, deri Deri në 30 30 vjeç si vjeç. ka bo. Me thonë, E ka marru jetën me mbi $100 billion, dhe me po, thonë mbi hala 100 është bilion. gjallë. Kështu që Veç prej investimeve, ha? Veç prej vetëm investime, nuk është marrë me asnjë asnjë gjë gjë tjetër. tjetër. Asnjë gjë, do me thonë nuk, as me media nuk është marrë, mund, ajde nuk është se ka bo në i show, në i gjë, nuk Po, është po, marrë këtë. as me real estate, as me flori, lemo me bitcoin, se e urrem bitcoinin, folëm edhe herën e fundit, po është marrë. A ke tregu se çka ka thënë për Bitcoinin kjo? Po, më duket e tregu të mradë në fundit, që nëse ma jep këtë bitcoinin, ka thonë, për $20 nuk e blej, se s'kam ku e qoj. S'kam qa me me ta. Po, bravo, shumë e fort. Kështu që, po, kështu më ndi ka bu vetëm me stocks. Dhe me thonë, stocks, po edhe ka blej, kuptohet, a nuk blejnë vetëm aksione në burs, po blejnë edhe biznese, a kupton, blejnë bizneset plota. Për shimë, like, në gjumë markën Gillette, Jo, sënd. është ajo brisku i rojes. Gillette e ka kompania e Warren Buffett. A? Po, e ka komplet. Edhe e forta, kur e blen një kompani, nuk është se i shkarkon njerëz edhe çon njerëzit e vet. As menaxhimin nuk e ndron. Biles blen kompani që i pëlqen menaxhimi edhe thjesht e blen edhe tash fitimet që gjeneron kjo kompania i shkojnë gjitha Warren Buffett edhe i menaxhon ato pastaj me blej kompani tjera, etj. Për momentin në mond, kompania Berkshire Hathaway ka $380 bilion cash. Ti është i madhe, më thonë, nuk është e sigurt se ku do me blej. Ti është i madhe duke Tregova pak sa ka vlerën tek aksion. për ta shof. Ose jo se me Ha, pa për pak a mirë. shumë, s'ka Po lidhje. e ka diku te $800,000 një aksion. Po shiko mund, ky e ka bu me qëllim këtë. Po, normal A e di di. pse e ka bu? E ka bu se nuk i ka qef njerëz që i bëjnë trade aksionit. A di që e blejnë sot me shit nesër. Dhe nuk do day traders. Po, Do investitor. se ra muhabeti, se na e kallzo pak edhe si i bëjnë rol kompanive çmimit të aksioneve kompani, për shembull se kjo Apple për shembull e ka vlerën diku te $200. Ndërkohë market capi në total është diku te 3 trilion. Po, është Për market shembull, capin e ka ma shumë se sa Berkshire Hathaway. po pra. A kupton? Por Berkshire Hathaway e ka stokun më të madh. Pse ndodh kjo? Se Apple e ka nda stokun e vet, për shembull, kur rritet çmimi shumë, i ka shku e zon çmimi $1,000, e ndan stokun në 10. Nëse ti ke pas 10 aksione, tash i ke 100. E shumë fizjon me 10, po çmimi pjestohet me 10. Ti ke njëtën sasi lekësh, po numrin e aksioneve e ke më të mëdha. Pse e bëjnë kompanitë këtë? E bëjnë që ta bëjnë më të mundur për njerëzit me blej. Për shembull, do me blej ti një aksion, nuk duhet me pagu mo $1,000 ose $2,000, po duhet me pagu 100 ose $200. Berkshire Hathaway nuk i ka bo kur split stokut vet. Asnjëherë. Edhe nga që nuk i ka bo split, edhe 2 nuk ka dhënë dividend kur, vetëm ka ardhur në rritje. Do të thash shifën i vetë. Po, për shembull, sikur mos ti kishte bu kur split Apple. Sa mund ti kishte shku vlera? Prej ta bëj llogarinë një sekond. Me sa di unë, është llogari shumë e thjeshtë. Një sekond. Ta shoh llogaria o mund bëhet kështu. Po e shoh sa herë i ka bo split një herë. Një sekond. Nxora laptopin. Nxjerra punë me këtë pyetje.
Jo, pyetje me vend. Jo, thjesht për kuriozitet edhe për që ma kuptu sa ma mirë, a dhe njerës Po. se... Jo, shumë në rregull. Okej, 5 herë ka bo stock split. 4, 7, 2. Nisa. Sa shpytje me shumë vend është edhe diçka tjetër Roman që do ta shpjegoj që është stock buyback. Po pyetje me shumë vend, ja ta shohim tash ta bëjmë llogarin. Okej. Do me thonë Apple I ka bo split stokut vetë Roman 5 herë. Herën e parë ka pjestu me 2, pastaj me 4, 2, 8 dhe 4. Gjithsej 224, do me thonë nëse do të kishe pas ti një aksion të Apple-it me datë 15 qershor 1987, sot do të kishe 224 aksionet Apple-it. Okej, thjesht duke I shumëzu këto, ta shohim sa e ka Apple-i çmimin tash. Diku të 195 e ka. 195, po. Sa po është 195? Herë 224. Do e kishte pas çmimin në mund për aksion $43,680. Sikur mos t'i kishte bo stock split. Por nëse mos një pas bo, nuk ma merr menja se do ta kishte çit çmim. Varet varet, nuk e di domethënë se ke drejt që me një farë pike ai ju ka dhënë mundësi investitorëve ma shumë, po nga ana tjetër ka një 10 vjet, ndoshta 10 jo, po 8 vjet që kompanitë t'japin mundësi me ble jo aksionet plota, po me ble copza aksionesh. Mundesh me ble edhe me $1, $2, $10, po ke një farë drejtë që kur ndodh stock spliti zakonisht rritet çmimi I aksioneve se ma shumë njerëz munden me ble. Një gjë tjetër që ka ndiku te çmimi I Apple-it që ky $43,000 ta qym $44,000 do të kishte qenë edhe më I lartë, do të kishte qenë nëse Apple-i nuk do t'jep ke dividend. Se menoj, nëse Apple-i nuk jep dividend edhe thjesht e ma atë 1% çdo vit, atëherë sikur vetëm ta marrë te cash, atëherë vlera e aksionit do të ishte më e lartë se kompania ka më shumë cash. A kupton? Po kuptoj normal. Edhe një gjë tjetër Roman që në fakt kjo ja rrit vlerën e aksionit është kur kompania bën stock buyback. Çfarë është stock buyback? Është kur kompania e ul numrin e aksioneve në treg. Qofse një kompani për shembull ka 110 aksione në treg, po e marr një shifër shumë të ulët. Edhe kompania ka cash për momentin dhe do me arrit vlerën e aksionit vet, I blen 10 aksione vet. Edhe këto 10 aksione që I blen zhduken. Tash kompania ka tash 100 aksione dhe nëse më përpara ka pas vlerën e zon $200, vlerën totale, market cap-in $200, çmimi për aksion tash shkon $2. Sa është 200 pjesëtu për 100 $2 dhe kështu I arritin vlerën, domethënë, është mënyrë tjetër se si kompania I jep lek mrapsht investitorëve duke zhduk stock nga qarkullimi. Por është edhe kjo mund që duhet ta përmendim që kompania mundet me gjeneru stock gjatë gjithë kohës. Nëse ka për shembull kompania më shumë nevojë për lek, e çon çmimin e aksioneve nga 100 në 110. Dhe I shet ato 10 aksione, po këto 10 aksione që do shiten mund t'ja ulin vlerën kompanisë, a kupton? Po, se ka nevojë me për kapital. Për kapital, për cash, Kështu që ekziston mundësia veçanërisht nëse je nga investitorët e parë, ekziston mundësia që në fillim për shembull të kesh pas 1% kompanisë, po ndërkohë që gjenerohet më shumë stock,
ai 1% të të bjerë. Por, ekziston edhe mundësia që kompania të blejë stok mrapsht dhe ai 1% të rritet. Zakonisht, kur janë kompanitë e maturume, blejnë stok mrapsht, kur janë kompanitë që janë akoma të reja dhe akoma në zhvillim, ekziston mundësia që do të shesin stok dhe ty të bje ajo përqindja që ki. Po, e kuptoj. To janë më shumë detaje, do me thonë nështë pak më shumë detaje se sa shumica e njerëzve i dun ose kanë nevojë në këto raste, po ideja është që me investu në biznese është fantastike. Jo çdo kush ka mundësi ose dëshirë me hap biznesin e vet. Edhe mendoj që për personat tjerë si puna jonë, investimi në stock market është Mundësi shumë e i mirë. nevojshëm. Jo mundësi e mirë, e nevojshme. Edhe në Shqipëri do të më specifiku se jena, si që shta inxhinieri sot, jo mrapa, hala se kena nis. Po, vërtet. Hala se kena nis me ardh aty të mrapa. Po. Jena shumë vite dritë larg, do të thonë shumë keq. Se suporton kërkush që shtu si na. Për shembull, Blendi Vevzio, ose dikush tjetër që kanë këto emisionet e mëdha, pse s'mundon me zhvillu? Po, nuk shiko mund, është e vështirë me dhon këshilla financiare, është edhe pak e rrezikshme, a kupton se nuk mundesh me i sugjeru dikujt lehtë me investu në stock market, për këtë arsye edhe ne nuk japim ide stoqe specifike, por ndoshta nuk e din as vetë, a kupton. Ka mundësi. Kështu që ide nuk ka për të paragjyku, po ne thjesht, kjo ka qenë arsyeja pse kemi hap kanalin, thjesht që t'japim informacion. Falas, nëse i shërben dikujt, mirë, nëse nuk i shërben, ne këto debate i bëjmë bashk edhe pa kamerë. Po. A di çfarë puna, se a ke vure çdo kulturë ose çdo gjë vjen prej Amerike, prej Europe, vjen mas 10 vjeç, 20 vjeç në Shqipëri. Vetëm një gjë që ka ngel mrapa, as vjen është investimi në stock market, a kupton? Po, e A ja ke vure që cëna. Po pra edhe e çuditshme ose edhe kripto e ka orë në Shqipëri, do me thonë shumë shpejt. Po pra, po. Krahasu me stokun, kurse për stock market nuk flet kush. Gjithsesi, mundësi e mirë për ne kjo që me debatu, me diskutu edhe pse jo me informu. Gjithsesi, mendoj se mjafton për episodin e dytë se na u zgjat pak, po ajde kishte vlerë, veçanërisht kjo pjesa që shpjegutëm çmimin që e patëm edhe çmimin e Apple-it, se sa do të kishte qenë nëse s'do t'i kishte bo stock split. Edhe gjitha këto, kështu që jemi mirë. Po, normal. Ma mirë është me mësu në diçka se sa me nejtë kotë. Që shumë ke thonë një ditë të parku, nëse do të më vishen peshore në të orëthin se kam shtash, apo mend se cilën do të gjetësha, po, se që kam mend, se që kam mësu, më the edhe sikur $1 milion, $2 milion me apo në të orëthin, ma mirë do të preferesha që të mend se kam që të informacionet si kam sot. Po, e vërtet. Du me thonë se nuk ka keq me në gju një gjon sa 40 minuta. E kuptoj, po qofim. Ne ke drejt, do me thonë, shpresoj që njerëz të mësojnë diçka, të provojnë diçka, ndoshta herës tjetër do shkojmë më në detaje se si me zgjedh një kompani, si me hap Interactive Brokers, kështu. Po do e shohim, ndoshta do vë një link poshtë, një link referimi për Interactive Brokers për njerëz që duan me hap. Po gjithsesi e shohim këtë në post-production. Tashim, kaq për sonte, shifemi next time. Hajde, po do natën e mirë. Adios. Ciao.